Shqipëria është një vend me rrezik të lartë për përmbytje, sidomos gjatë stinës së shirave. Rreshjet intensive dhe ndryshimet klimatike mund të sjellin përmbytje të shpejta, të cilat përbëjnë rrezik për jetën dhe pronën. Përmbytjet mund të ndodhin papritur. Në momentet e para, vendimet e tua mund të bëjnë dallimin mes sigurisë dhe rrezikut. Evitoni të kaloni në rrugë të mbuluara nga uji dhe mos rrezikoni duke drejtuar makinën në kushte të pasigurta. Gjatë përmbytjes, kërkoni terrene të larta dhe siguroni që të mos ecni apo vozisni në ujë të rrëmbyeshëm. Bashkëpunoni me komunitetin për të siguruar ndihmë për të gjithë. Pasi përmbytja të ketë kaluar, mos u ktheni menjëherë në shtëpi pa u siguruar për dëmtime të infrastrukturës. Shmangni kontaktin me ujë të ndotur dhe njoftoni autoritetet për dëmet e shkaktuara. Përgatitja është çelësi për të mbijetuar përmbytjet. Krijoni një plan emergjence për familjen dhe komunitetin tuaj. Siguroni që të informoheni nga autoritetet dhe të respektoni udhëzimet e tyre.